Në Shqipëri vazhdon prej një jave në nënshkrimi një peticioni qytetar për shkarkimin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani. Veprimtarët e shoqërisë civile besojnë se pas vjedhjes së $7 milion, zoti Fullani duhet ishte tërhequr nga posti. Organizatori protestave dhe peticionit kundër vjedhjes së bankës, Zirkon Disha, thotë se deri tani janë mbledhur mbi 9.000 firma qytetarësh dhe kur të kalojnë 20.000 nënshkrime, peticioni do të dërgohet autoriteteve më të larta shtetërore. Zotin Disha e intervistoi korrespondenti ynë Iliriana Golli. Zoti Disha, cila është tecuria deri tanishme e peticionit që po mblidhni firmat qytetarëve për shkarkimin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani? Procesi ka vazhduar sot për 7 ditësh, ka vazhduar normalisht, janë mbledhur vetëm në këtë pikën që është rreth 7.000 firma në nënshkrime qytetarësh, ecën në ritme të kënaqshme, ndërkohë që kemi hapur edhe disa pika në Tiranë, por që kanë intensitet më të pakët dhe për shkak të mediatizimit që ka ndodhur. Në ditët në vijim do hapim edhe disa pika të tjera për të plotësuar, po themi, atë minimum që shërben për nismë ligjore mbi 20.000 firma. Dhe besoj që jemi në një rrugë shumë të mbarë përpos të gjithë deklaratave të politikanëve apo deklaratës me të cilën doli Banka e Shqipërisë mbas mbledhjes jashtëzakonshme që u bë para 2 ditësh. Cili është reagimi deri tanishëm, cili është ritmi i protestës dhe reagimit qytetarëve gjatë mbledhjes së këtyre firmave për peticion? Ritmi nuk është ulur as pak, qytetarët kanë shprehur dhe vazhdojnë të shprehin indinjatën e tyre duke firmosur tek kjo tryezë. Ndërkohë që ftojnë reagimet e tyre janë edhe për të organizuar një protestë, por ne fillimisht do të plotësojmë këtë proces që kemi nisur me mbledhjen e firmave dhe pastaj do vazhdojmë të ngrejmë zërin e qytetarëve për këtë mega skandal që siç duket po prodhon skandale të tjera në vijim. Si e keni ndarë formën e protestës pra midis takimit njerëzve drejt për drejt dhe thirrjes së tyre nëpërmjet rrjeteve sociale? Në fakt ne kemi shumë kërkesa në jetën virtuale që të hapet një peticion online për shkarkimin e guvernatorit. Ne kemi zgjedhur terrenin. Pra po i qëndrojmë larg pjesës virtuale, po për të kaluar në terren për të mbledhur firmat që qytetarët kur vinë aty e cilësojnë vot. Në momentin që vjen thotë edhe unë do të votoj. Pra e trajtojnë si vot në nënshkrimin e tyre dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Pjesa e atyre po themi analistëve, politikanëve, të cilët e kanë mbështetur këtë lëvizje, përveç se mbështetjes që na kanë dhënë në pjesën mediatike, i ftojmë që të vinë këtu dhe të na mbështesin edhe në terren, sepse pjesa ka ngelur vetëm si pjesë virtuale e mbështetjes së tyre. Si do t'i përgjigje skeptikëve se lëvizje të tilla nga shoqëria civile nuk japin rezultatin e pritur? Kjo do t'i ngelet ditëve në vijim për të parë se çfarë fuqie kanë qytetarët duke nënshkruar edhe duke u bërë gjithë bashkë. Shumica e njerëzve që kanë kundërshtuar lëvizjen tuaj mendojnë që le të presim një herë se çfarë do bëjnë hetimet e prokurorisë. Sa besim keni ju te hetimet, te prokuroria, te gjykata, te drejtësia? Cili është komenti juaj? Ne kemi thënë që ditët e para që organizohen protestat nuk mund të hetohet një institucion, sepse tashmë është një institucion i cili është i gjithë në hetim, duke përfshirë këtu kryetarin e këshillit drejtues dhe gjithë këshillin drejtues më pas. Absolutisht nuk mund të hetohet një institucion kur të gjithë çelësat i kanë drejtuesit. Pra drejtësia mund të veprojë atëherë kur ka hapësirën e nevojshme për të hetuar. Dhe kjo hapësirë e nevojshme është dhe do të vijë vetëm me shkarkimin dhe largimin e guvernatorit në detyrë. Edhe pyetja e fundit, ju lutem, a keni ndonjë plan konkret se si do të loboni me politikanët shqiptar, se si peticioni juaj do të hyjë në rendin e ditës së parlamentit? Mbasi të plotësohet po themi minimumi i firmave që duhet që caktohet edhe nga Kushtetuta e Shqipërisë që është rreth 20.000 vota për nismat ligjore, do t'i drejtohemi fillimisht institucioneve, presidentit, kryetarit të kuvendit, kryeministrit dhe opozitës me peticionin dhe me një letër e cila do të sqarojë të gjitha detajet e këtij procesi. Nuk besoj që do të mund të kundërshtojnë po themi këtë peticion dhe me mbi 20.000 firma qytetarësh duke krijuar një situatë të pakëndshme për të gjithë këta, të cilët janë përveç se votues, janë edhe pjesë e atyre qytetarëve të cilët janë të gatshëm të dalin edhe në protesta, janë të gatshëm të kërkojnë, po themi, edhe një lëvizje e cila do të besoj do të zgjerohet në protesta popullore në muajin shtator. Do të disha ju faleminderit. Najsi.